Ambasada e Gjermanisë në Kosovë njoftoi se mbyllja e qendrave për punë sociale në Veria thjesht e lidhur me krijimin e Asociacionit e Komunave Serbe dhe rikujtoi se Kosova në vitin 2013 u angazhua për formimin e asociacionit si kornizë ligjore dhe institucionale për funksionimin efikas të institucioneve të tilla. Ambasada gjermane thotë se veprimet e qeverisë në veri nuk kontribuojnë në konsenzusin e vendeve të Bashkimit Evropian për heqjen e masave ndëshkimore. Ambasada franceze dënoi gjithashtu mbylljen e qendrave serbe për punë sociale, duke thënë se kjo dëmton përpjekjet e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Me rastin e 2 vjetorit të marrëveshjes ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës për marrëveshjet për rrugën drejt normalizimit e arritur në Bruksel, analisti Predrag Rajić thotë se përderisa Albin Kurti është në pushtet në Prishtinë, nuk mund të presim që të zbatohet asnjë nga marrëveshjet e dakorduara më parë, as nuk mund të presim që të arrihet ndonjë marrëveshje e re nga e cila do të përfitojë populli serb. Kurti është një ekstremist dhe jashtëzakonisht radikal, ai gjithmonë portretizon serbët dhe popullin serb si armiq dhe me atë populizëm të lirë i kthen shqiptarët kundër fqinjeve të tyre, thot Rajić. Analisti Artan Muhaxhiri vlerëson se marrëveshja e Brukselit për rrugën drejt normalizimit është klinikisht e vdekur dhe se vullneti i Prishtinës dhe Beogradit për rifillimin e bisedimeve është zero. Me situatën aktuale në të cilën të dy liderët kanë shumë probleme të brendshme, nuk do të ketë asnjë ndryshim për Kosovën dhe Serbinë, do të ishte shumë më mirë nëse ajo marrëveshje do të zbatohej, sepse në fund duhet të bëjnë një kompromis për të arritur marrëveshjen, komenton Muhaxhiri. Drejtori i programit të organizatës Rruga e Tretë e Re, Dimitri Emilić, thotë se marrëveshja për rrugën drejt normalizimit mbeti kryesisht e pazbatuar sepse as Beogradi dhe as Prishtina nuk pa ndonjë formë të shpërblimit për veten e tyre nëse përmbushin gjërat e papëlqyeshme të dakorduara. Kjo është arsyeja pse gjërat e mëdha të diskutueshme si Asociacioni i Komunave Serbe apo lejimi i Kosovës për t'u bashkuar organizatave ndërkombëtare nuk u zbatua, tha Milić. Drejtori i Institutit Kiprek, Lulzim Peci, beson se Kosova ka humbur një shans historik për të bërë antare e Këshillit të Evropës dhe se çështja e Asociacionit e Komunave Serbe do të mund të hiqej nga tovëlina vetëm nëse do të shqyrtohej opsioni për ndarjen e Kosovës. Peci ka thënë se qeveria e tretë e Kurtit mund të formohet, por se kjo do të çojë në konfliktin mes Kosovës dhe fuqive botërore. Lidhur me deklaratën e Kurtit se do të formojë qeverinë, Peci tha se Kurti do të mund të bisedojë seriozisht me opozitën, por se kjo qeveri nuk do të mund të zgjash më shumë se prillin e vitit të ardhshëm. Analisti politik Zim Kasapolli thotë se vonesa në shpalljen e rezultateve përfundimtare gati për një muaj pas zgjedhjeve është absurde. Ai thekson se vizita e Richard Grenellit në rajon e cila pritet në javët në vijim do të ketë peshë të madhe. Kasapolli theksoi se Grenelli do të imponojë një zgjedhje për qeverinë e ardhshme të Kosovës dhe nëse kjo nuk ndodh, thot ai, çështjen e Kosovës mund të anshkalohet në agjendën diplomatike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror Zgjedhor, mbrëmja numëruar pothuajse gjysma e kutive të votimit të ardhura nga jashtë dhe lëvizja vetëvendosje po prin me gati 82% të votave. Ish ambasadori Gjergj Dedaj pohon se ka dyshime të justifikuara për shpërdorimin masiv të votave të mbledhur në pashtrasi diplomatike dhe analisti Labinot Balaj beson se as votat nga diaspora nuk do të mundsojnë Albin Kurtin të formojë vetë qeverinë dhe se pritja e atyre votave është vetëm një justifikim për zvarritjen e procesit zgjedhor. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ende nuk kanë komentuar kërkesën për rritjen e çmimit të energjisë elektrike të dorëzuar nga 3 kompanitë kryesore kosovare të shpërndarjes së energjisë elektrike. Kryeministri Albin Kurti dje ka injoruar pyetjen e një gazetari për rritjen e çmimit të energjisë elektrike, e cila prej ditësh është një nga temat kryesore në Kosovë.
Ministria e Ekonomisë sqaroi se vendim të tillë merr një agjenci e pavarur e energjisë elektrike dhe analistët thonë se kostet e energjisë elektrike tashmë përbëjnë 16 deri në 18% të ardhurave mujore të një familje. Moti nesër në Serbi do të jetë me vranësira dhe reshje shiu me temperaturë ditore pak më të ulta se sot. Temperaturat e mëngjesit variojnë nga 0 deri në zonat kudrinore dhe malore në 6 gradë në qytetet më të mëdha dhe në temperaturat më të larta ditore do të jenë nga 2 deri në 4 gradë në Zlatibor dhe Kopaonik, kurse në Beograd dhe Novi Sad nga 10 deri në 12 gradë Celsius.